E kam një pyetje. Unë e fali namazin, por ende nuk e kam vendosur mbulesën. Nëse Allahu ma me shpirtin në këtë gjendje, si do t'jetë gjendja ime para Allahut, çfarë më këshilloni, Allahu ju nderoft. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e mbulesës është obligative. Për vajzat e besimtarëve, motrat e gratë për çdo femër besimtare, për të arritur moshën madhore duhet të qenë mbulume. E kjo farsë. Kushdo që nuk e vendos mbulesën për femrave të muslimanëve, bën gjuna. Gjunat e Jerusalemit dhe xhamati e ka këtë dispozim. Kushdo që vdes me gjuna, pa u pendu, pa u përmirësu, pa u rregullu, shkon te Allahu subhanahu wa taala. Çështja e tij ose e saj mbetet në dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nëse do Allahu subhanahu wa taala dënon përkohësisht, nëse do e fal krejt. A kjo është e Jerusalemit. Nuk bëhen njerëzit tekfir për shkak të gjunave, por kafir bëhen vetëm nëse gjunave mrin shkallën e kufrit. Në këtë rast, mosvendosja e mbulesës është gjuna. Është gjuna për gjunave të tona, për shkak se është urdhër i drejtë për drejtë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që nuk e bën këtë që e ka obligim dhe vdes në çat gjendje, është në rrezik. Nëse e ka njënën për dy mundësive, ose e dënon Allahu subhanahu wa taala, por dosisht gjithmonë, për shkak se ka vdekur besimtarë, shkon në xhenet, ka pa diskutueshme, por mundet me pas të të përkohshëm, ose po don Allahu subhanahu wa taala e fal se dënon hiç. Cila është udhëzimi? Udhëzimi është për çdo që e ka bërë këtë çështje, në ditë ka vendosur. Edhe për çdo që e fal namazin, atëherë namazi ka me trume në një pikë që ka me vendosur mbulesën. Nëse Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar", namazi ndalon e veprave të këqija. Për veprat e këqija është me ecë e pa mbulume. Nëse e fal namazin në formën e duhur, nëse çelët tjetër e duhur, namazi inshallah ka më bëu sebeb që në ditë ka vendosur dhe mbulesën. Nëse vdesje e tij vdesin me gjuna, deri para Allahut në dëshirën e tij, Allah të nëmë përkësishme, të shforë, Allah. Amen.